Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kur mos të injoroni fryrjen e këmbëve, ja çfarë tregon për shëndetin tuaj. Këmbët e ëndura nuk janë gjithmonë rezultati i lodhjes. Ato shpesh janë një shenjë se trupi juaj nuk po ushqehet siç duhet. Fajtori kryesor për kyçet e këmbëve të ëndura është sigurisht inflamacioni, i cili lidhet drejt për drejt me atë që ju vini në pjatë. Duke zgjedhur ushqimet e duhura, ne mundemi që të zvogëlojmë përgjigjen inflamatore dhe njëkohësisht të përmirësojmë ndjeshëm shëndetin e gjymtyrëve tona të poshtme. Cilat janë ushqimet që zvogëlojnë ëndjen në këmbë dhe në kyçe? Disa ushqime punojnë me trupin tuaj për të zvogëluar ëndjen. Ato ndihmojnë në luftimin e inflamacionit, përmirësojnë rrjedhjen e gjakut dhe eliminojnë njëkohësisht lëngjet e tepërta nga trupi juaj. Manaferat si boronica, luleshtrydhet dhe mjedrat përmbajnë vitamina dhe njëkohësisht antioksidant, të cilët e ndihmojnë trupin tuaj të qetësohet dhe njëkohësisht këmbët tuaja të mos fryhen. Peshk i yndyrshëm. Sipas ekspertëve, peshqit si për shembull salmoni dhe skumbri përmbajnë yndyra të shëndetshme të quajtura omega 3. Këto yndyra ndihmojnë në uljen e ëndjes duke përmirësuar qarkullimin e gjakut në venat tuaja. Kur gjaku rrjedh mirë, kjo ndihmon në parandalimin e grumbullimit të lëngjeve në këmbë dhe në kyçe. Perime me gjethe jeshile. Perimet si spinaqi, akra jeshile dhe patatja zviceriane përmbajnë magnez dhe njëkohësisht kalium. Këto dy lëndë ushqyese ndihmojnë trupin tuaj që të heqë qafe të gjitha lëngjet e tepërta. Magnezi ndihmon enët tuaja të gjakut që të relaksohen dhe kaliumi nga ana tjetër ndihmon veshkat tuaja që të nxjerrin të gjithë kripën. Më pak krip në trupin tuaj do të thotë më pak ëndje në kyçe dhe në këmbë. Ananas. Ananasi përmban diçka të quajtur bromelain, e cila ndihmon trupin tuaj të zbërthejë përbërësit të cilët shkaktojnë ëndje. Avokado. Avokadot janë të pasura me kalium. Kaliumi e ndihmon trupin tuaj që të heqë qafe kripën, e cila është një nga shkaqet më kryesore të ëndjes. Gjithashtu ajo ndihmon muskujt tuaj dhe nervat tuaja që të funksionojnë më mirë. Shalqi. Konsumimi i shalqirit ndihmon trupin tuaj të qëndrojë i mirë hidratuar. Kur trupi juaj ka mjaftueshëm ujë, ai nuk mban lëngje shtesë. Shalqiri përmban gjithashtu kalium, i cili ndihmon në uljen më të madhe të ëndjes. Karrota. Karrotat ndihmojnë mëlçin tuaj që të funksionojë më mirë. Mëlçia juaj ndihmon gjithashtu edhe në kontrollin e sasisë së lëngjeve të cilat mbeten në trupin tuaj. Kur funksionon mirë, është më e lehtë të eliminohen lëngjet e tepërta. Karrotat janë gjithashtu të pasura me antioksidant, të cilët ndihmojnë në uljen e inflamacionit. Arra dhe fara. Arra dhe farat e pakripura të tilla si bajamet, farat e lirit dhe farat e kungullit përmbajnë magnez, yndyra të shëndetshme dhe fibra, të cilat mund të ndihmojnë në uljen e ëndjes, përmirësimin e rrjedhjes së gjakut dhe në uljen e inflamacionit. Ndërkohë, ja cilat janë ushqimet që duhet të shmangni kur keni këmbë të fryra. Ushqime të kripura. Kripa është arsyeja kryesore pse shumë njerëz përjetojnë ëndje, sepse ajo tërheq ujin në trup dhe e mban atë brenda. Kjo shkakton ëndje të këmbëve dhe kyçe të këmbëve. Karbohidrate shumë të përpunuara. Karbohidrate të ulta të përpunuara rrisin shpejt sheqerin në gjak, gjë e cila shkakton kështu inflamacion. Kur sheqeri në gjak rritet ndjeshëm dhe më pas bie, kjo mundet që të çojë në shumë ëndje në këmbë dhe njëkohësisht në shputa. Mishrat e përpunuar, prosciutto, salcice, hot dog dhe mishrat e përgatitur
me ushqime të gatshme kanë gjithashtu një përmbajtje të lartë kripe dhe konservuesish. Këta përbërës mbajnë ujë në indet tuaja dhe njëkohësisht ata përkeqësojnë inflamacionin. Ëndja mundet që të ndodhë në zona të ndryshme të trupit. Megjithëse më së shpeshti ndodh që kërcit dhe kyçet e këmbëve mund të shkaktohen edhe nga ilaçet apo marrja e tepërt e kripës, sëmundje themelore dhe njëkohësisht alergjitë tuaja ushqimore. Nëse ëndja shfaqet papritur dhe shoqërohet me gulqim, vështirësi në frymëmarrje, ëndje të fytit ose dhimbje në krahëror, kërkoni ndihmë mjekësore urgjente pasi këto simptoma mund të jenë shenja të një problemi të rëndë. Fryrja e këmbëve shkaktohet për dy arsye kryesore. E para ka të bëjë me edemën, që është akumulimi i lëngjeve në inde dhe në enët tuaja të gjakut. Lëngjet gjithashtu akumulohen pasi keni kaluar një ditë të gjatë në këmbë. Sipas informacioneve, kjo ndodh edhe nëse jeni mbi peshë, nëse nuk kryeni aktivitet fizik ose zemra është në vështirësi dhe tepër e dobët për të pompuar gjak. Arsyeja e dytë është inflamacioni që irriton dhe fryn indet e këmbëve. Sipas ekspertëve, inflamacioni shfaqet nëse keni pëstuar një frakturë ose keni lënduar tendinat. Fryrja e këmbëve mundet që të ndodhë edhe si pasojë e problemeve me venat, trombozën, varicet, problemet kronike me veshka dhe shtatzania. Për të parandaluar fryrjen e këmbëve sipas të dhënave, duhet që të konsumoni sa më pak ushqime të kripura, të vishni çorape të veçanta shtrënguese, të kryeni aktivitet të përditshëm fizik, të bëni lëvizje të shpeshta të këmbëve gjatë udhëtimeve të gjata, të mbani këmbët ngritur mbi nivelin e zemrës për gjysmë ore disa herë në ditë, por nëse vëreni që fryrja e këmbëve mund të jetë si pasojë e një sëmundje kronike, nuk duhet ta injoroni. Nëse vëreni që këmba ju dhëmb nuk merrni dot frymë ose ndiheni ekstremisht të drobitur, ne ju sugjerojmë që të merrni menjëherë ndihmë mjekësore. Ushqimet që ju duhet të shmangni. Njerëzit të cilët kanë fryrje të përsëritur të këmbëve duhet që të shmangin menjëherë produkte si alkooli, proteinat shtazore, mishi i viçit, çokolata, produktet e bulmetit, ushqimet të skuqura, ullinjt, turshit, duhani, mielli i bardhë dhe sheqeri. Ushqimet që ju ndihmojnë kundër këmbëve të fryra janë domate, vaj ulliri, barishte si spinaçi dhe të ngjashme me të, arrorët si për shembull bajame dhe arrat, salmon, skumbri, peshku ton dhe njëkohësisht sardelet, fruta si për shembull luleshtrydhe, boronica, qershit dhe njëkohësisht portokallet. Për më tepër, ekspertët rekomandojnë pirjen e të paktën 8 gotave me ujë në ditë. Kura bimore kundër fryrjes së këmbëve. Çaji i majdanozit ju ndihmon gjithashtu që ju të nxirrni jashtë trupit të gjitha lëngjet e akumuluara. Atë ju mundet që ta përgatisni duke zier 2 lugë me gjethe të thata majdanozi ose në formën e pluhurit në 2 gota ujë. Lëreni gjethet e majdanozit në ujë përgjatë gjithë natës. Kullojeni dhe shtoni lëng limoni. Pini 3 gota çaj në ditë. Prisni 3 ditë dhe më pas përsëriteni kurën sërish derisa fryrja e këmbëve tuaja të zhduket. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji,
E mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.